Në prag të çeljes së sezonit turistik veror, ka nisur një aksion i gjerë për pastrimin e vijës bregdetare të Darzezës dhe Pishporos, një ndër zonat më të frekuentuara nga pushuesit në qarkun e Fierit. Ky aksion i ndërmarrë nga ndërmarrja e pastrimit të qytetit të Fierit ka filluar rreth 10 ditë më parë dhe synon rikthimin e pastërtisë dhe standardeve të nevojshme për një sezon sa më të suksesshëm turistik. Atëherë ndodhemi këtu në bregdetin e Darzezës në kuadër të një plani masash për pastrimin e gjithë vijës bregdetare. Kjo është, kemi 10 ditë që kemi filluar këtë aksion me ndërmarrjet e bashkisë dhe gjithë mjetet e rënda të ndërmarrjes të bashkisë. Ky aksion konsiston në dy faza. Në fazën e parë kemi përfunduar pastrimi i gjithë vijës bregdetare nga Darzeza deri në Pishporo, nga plastikat, letrat, qeskat dhe mbetjet e ndryshme që kanë ardhur. Janë depozituar në landfillin e Kallmit. Tani po vazhdojmë me heqjen e druve dhe gjithë pjesa e mbetur besoj brenda 10 ditë besoj se e përfundojmë. Në fazën e parë të ndërhyrjes, puna është përqendruar kryesisht në largimin e mbetjeve plastike dhe inerteve të depozituara përgjatë bregdetit, të cilat janë sjellë nga prurjet e lumejve Vjosa dhe Seman gjatë periudhës së rreshjeve dhe përmbytjeve. Ditën e sotme, në aksion janë përfshirë edhe forcat e ushtrisë, nxënësit e shkollave si dhe punojësit e administratës së zonave të mbrojtura. E gjithë vija bregdetare është diku te 15 kilometra. Kemi përfunduar komplet 8 kilometra me plastika me drujnë, kurse nga ngele vetëm për të hequr pjesën 7 kilometra të druve. Ditën e sotme na kanë ardhur në ndihmë edhe forcat e ushtrisë. Konkretisht ata po merren me pjesën e heqjes së druve dhe mjetet tona po i ngarkojnë dhe po i depozitojnë në Kallm. Nga një vijë bregdetare prej rreth 15 kilometrash, deri më tani janë pastruar afro 7 kilometra, ndërsa puna vijon me ritme intensive për të përfunduar në kohë të gjithë segmentin e mbetur.